Po rrezon dielli pas shiut mbrëm ka ra shije ka knaq tokën. Sot jem në pastrimin e kompleksit ka ardhe kodrinia. Çdo ditë punojmë fshat për një fshat më të pastër. Kjo është muzeu Masakër Krushës të Madhe, ka shumë vizitorë, vinë prej vende ndryshme. Amerikës, Gjermanisë, Zvicrës, Austrisë, vinë studenta, vinë nga trojet shqiptare që trandafili lulën e dytë e ka qelë. Këto në momenti që ja hekti, kur ta kryjnë lulën, qelë treja, ja liron vendin. Sa bukur po. Tash pastrohet. Jemi në korrik. Tash kanë filluar dhe mërgjimtarët vinë. Ju uroj gjithëve rrugë të mbarë për natë dhej. T'i gjojnë mirë familjet. Kalojnë pushimet mira natë dhej. Me ekonomia Kosovës sot është mërgata shqiptare, që pas luftës kemi mendu që në dalet imigrimi po ka vazhduar ende ma shumë. Janë shqiptarët që kanë kontribu për arsimin shqip gjatë okupimit, për luftën, për rimëkëmbjen e Kosovës. Edhe vazhdojnë ende, nuk ndalë dora atyre. Ka në mundësi pushimet mi galun shumë shtetet botës, mirë po vinë atë dhejën e tyre. Krushet madhe janë dëvrar 241 persona gjatë masakrës, luftës të mërshme që kemë përjetu. 37 dhe ato ditë merri kanë qenë misafirë që kanë qenë strehu në Krushe. Kem Carlalevës, kem Gjakovës, kem Trandobravës, kem Toptërushës e shumë vende tjera. Këtu janë varret pa trupa, pa eshra që presin. Edhe gjatë e katën na mungojnë fshat, mesin e tyra profesori u kishin hoti. Krusha i takon komunës Trahovecit, është fshati më i madh në komunë me 7.000 banor. Kuadrat kompleksit e kemë edhe muzeun memorial. Muzeu i Masakrës Krushës, ku ka vizitor.